kishte prodhuar vetë Mossadi, Arkivolin me Erdoganin Këto kohë të fundit. Po tani. S'ke marrë vesh gjë fare. Kohë të fundit, po se kanë nxjerr këtë. Domethënë ata po japin një lloj parashijimi të asaj që do ndodhin në të ardhmen. I gjë e tillë që bënte këta tanët këtu me Arkivolin e Diramës për shembull që dolën. Si do duket ajo? Çka bën aty me Arkivolin në protestë? Se po dalin thjesht si pyetje me qenë se ecë. Ai do lidhet patjetër sepse është pjesë e asaj nxehjes së tenxherës, edhe neve i bëjmë pjesë në atë nxehjen e tenxherës. As të pëlqeu, nuk të pëlqeu si gjë, nuk. Jo, ajo kishte atë simbolikën e vet, domethënë që është aq i papëlqyer tashmë. Po mirë, ajo ka ardhur nga populli mendon ai Argivoli që erdhi xhiro rreth çak protestës apo mund të ketë qenë nga një dorë tjetër? Kush ishte ideatori po thotë tani? Po këtë po them tani. Po nëse ajo është pati atë efektin e vet, okay. Deri aty nuk është edhe domethënë ajo video që ka bërë vetë Mossadi që parashikonte këtë eliminimin e Erdoganit, ajo është diçka që është tashmë e sigurt. Nuk e nxorën thjesht ato me bë meme kështu me habit disa njerëz. Po, okay. Kthehemi ke Samiti dhe ato planet që po kalojnë atje. Pra vërtetë e këtij takimi, çfarë do të kalojnë? Kjo pra për të penguar në radhë parë ëndrrën e sultanit, edhe e dyta që pse janë kundër ëndrrës së sultanit ato? Si do t'i prekim pak të gjitha pikat në shtjellim. Pse janë kundër? Kjo nuk i le verdis as Amerikën, as Rusin. As Rusisë. Kjo ëndër që ka Erdogani. Prandaj kjo është për ta thyrë islamik. Po, për ta kthyer në qendrën e botës islame. Edhe kjo të dy këto superfuqi nuk e duan këtë gjë. Pse? Duan që të qëndrojnë në një nivel siç është tani. Sepse pastaj aty kalon përbën rrezik edhe për planet e të dyja këtyre superfuqive. Çfarë rreziku përbën? Po sepse do shkojnë kundra politikës së këtyreve. Ai do të kalojë në kalifat, kurse këto do ta marrin në nivel pastër politik. Jo bindje fetare. Atëherë, ka ndonjë problem për shkak si një shtet i pavarur siç është edhe Turqia? Ta bëj këtë gjë apo përderisa është pjesë e NATO-s së këtyre konventeve të tjera? Është problem, nuk mundet, nuk e lejojnë shtetet e tjera. Po sipas rregullave që vetë neneve që ka vetë NATO atje, këtë gjë nuk e lejon. Se s'duhet çdo vend të qëndrojë aty në një nivel të thjesht politik, pa kaluar në profile fetare. Këtë gjë Erdogani nuk po e llogarit, madje po e shkel, se ka ëndrat e veta. Edhe kjo do acaroj shumë këto superfuqitë e liderat e NATO se këta askush nuk e do këtë. Po populli vet turk e pranon, intereson kjo gjë e popullit turk që ta kthej si qendrën. Populli turk është i dyazuar në fakt atje sepse janë një pjesë që i qëndrojnë asaj pjesës fetare, kështu me fanatizëm, kurse pjesa tjetër preferon atë mentalitetin europian. Janë kështu modern edhe ata. Siç i vënë re aty në për këto telenovelat, i ke të dy aspektet, i ke ato me shami, i ke ato me ta shal jashtë. Domethënë i japin të dy ato, merr këtë dushtot. Se duan që të kaloj kështu në një të përparoj ai vend edhe të kaloj që të antarësohet në BE. Mipo ai vend nga që identifikohet si vend islamik kryesisht, nga ky moment ai nuk futet në BE, nuk e pranojnë. Sepse ka përpara profil fetar. Ajo i prish punë. Siç për një arsye nuk futemi edhe ne, se identifikohemi kryesisht si vend islamik. Ndërkohë që neve i kemi përzierë nga të gjitha anët, nuk është se. Edhe kështu nuk e fusin ata aty. Edhe kjo, mipo ai do i mshoj kësaj pjesës për të realizuar ëndrrën e vet. Edhe kjo është ajo arsye. A do ta realizoj Erdogani këtë? Jo, normal që s'ka për ta realizuar se do i ndërpritet. Sa i molli, pse reagon kështu? Po sepse e dim shumë mirë. Të paktën unë kam bindje të plot këtë, që ëndra e tij do realizohet me eliminimin e tij. Edhe ku do e bëj nga Argivoli ka për ta bërë nga gropa? Kush do ta eliminojë Erdoganin? Si dolem direkt në temë tani. Tani jemi fiks aty. Pra këto i kanë shkuar në shtëpi që ta themi troç tani gjithë gjën, që të ndihmojmë pak edhe njerëzit që të hyjnë direkt në temë. E kuptoj tani kush është Aleksi për gjithë ju që keni edhe kështu komente nga më ndryshme, siç i thoni vazhdimisht. Pra, këto i kanë shkuar për herë të fundit në shtëpi. Po ja lejnë mesazhin der, po i thonë, "O vllai, bo kujdes, tërhiqim nga këto ide çka ke pika tuaja ose
Po e respektojmë shtëpi tani. Po, se ai siç e thullet ti është kush është domethënë. Ka një lloj konsiderate, lloj vlerësimi edhe në arenën europiane, por edhe botërore, që deri në Amerikë, po. Dhe di, po, se ti ishe për shuja çosh mesazhin, s'kish nevojë të shkonin gjithë aty dhe e jepshin ndryshe. Po. Siç e ka dhënë këtyre pjesës tjetër, domethënë në vendeve tjera. Jo më kotu mblos si vjet samiti pikërisht në Turqi, sepse atje do bëhet katraura e madhe. Aty do vihet flak, atje është qendra që do bëhet, është qendra e luftës së tretë, atje ka për qenë. Ato, do të thënë, atje u mblodh NATO-ja, sepse ajo është që do marri pjesë atje kundra Rusisë. Se kush do marri atë tokën atje. Do ketë përplasje NATO-ja me Rusinë aty në atë vend. Nga Turqia. Apo do bëhet në fushë betejën e Turqisë, Konstantinopolën. Pjesën e Konstantinopolës. Po ato në takun në Ankara. E ka por e gjithë Turqia do bëhet këtë të tjerë. Po përqendrimi i luftës do jetë Konstantinopolja, Istanbul. Që do zjasi 3 ditë 3 natë. Pra, Turqia do të bëhet kurban në këtë pikë për të sulmuar NATO, për të sulmuar Rusinë. Po, e duan me që do të fushë betejë midis NATO-s dhe Rusisë. Po, fiks. Kjo do zhvillohet atje. Në atë vend që po mbahet ky summit si vjet. Do të thotë nuk është rastësi. Asnjëherë nuk është rastësi, çdo gjë plan e programuar dihet ka një lidhje. Erdoani është koshient që këta e kanë shkuar për ta, thonë za, për ta kërcënuar, për t'i dhënë ultimatumin e fundit. Po patjetër që është koshient. Ai është sado që të dalin për qafojnë, duken, bëjnë foto e gjitha ai këto gjëna më burr. Ai është nona krimit. Ai e di shumë se si funksionon Amerika. Që po të erdhi me buzëqeshje, po të erdhi me komplimente, me përqafime, dihet se ka për të ngulë thikën në shpinë. Siç bën me Sadamin, siç bën me Kadafin, do të thotë i shkosh një herë shumë me buzëqeshje në fillim ka. Domethënë ajo që ne kemi thënë që Rama i ka prish marrëdhëniet edhe me Erdoanin. Pra Erdoani ka marrë te takimin e Ramës që ka shkuar atje. Sot duke takuar Erdoanin. Erdoani ka marrë si lloj kërcënimi që edhe Rama është bë pjesë me këta. Po, ai do të thonë Rama është po i tregon atyreve që shiko, unë më ke me këta. Pi thot Erdoani që unë jam me këta. Po. Ja tha trosh tani. Vetëm me prezencën e tij. Bravo, për te kisha, për prezencën. Tregon është sikur i tha që unë jam me këta. Ti tani bën dhe ti mirë nëse do të tregosh i zgjuar, të bashkohesh me ne. Që ti jemi super NATO-ja. Që ti bim Rusisë, se Rusia është ajo që po pengon atë ecurinë e rendit ribotror. Gjithë qëllimi për këtë është që po mblidhen atje. Do të thënë, të heqit dorë nga ëndra e tij Erdogani dhe të heqit dorë nga neutraliteti, qëndrimi neutral që po mban, edhe të pozicionohet. Me cilin krah do jesh më shoku? Me ne apo me ata? Edhe do kalojnë gjithë ato, do filloj Trumpi pari që t'i bëj ato përpjekjet e veta psikologjike. Pra tani kalojmë ke dhoma, ke takimi ku janë duke bërë tani. Trumpi do të jetë ai që t'i japë porosit i pari. Ky është i pari që do i thotë, edhe janë mesazhet që janë nga Izraeli direkte. Të gjitha fjalët që do i thotë Trumpi aty në dyert e mbyllura janë të diktuara me pikë dhe me presje nga Mossadi. Do të thënë ai në ato momente Bjondi është duke luajtur rolin e zëdhënësit. Po transferojmë mesazhin. Ka çukur shqin atje do. Vondri ka çukur shqin atje. Po, fiks. Që ta bëjmë çik kështu popullore. Ta bëjmë kështu. Po gjitha mosha tjetër po. Ka çukur shqin Vondri atje me mornusën, ose me shalu. Për këtë arsye, po i pari kanë nderin tani, pavarësisht Bjondi që ta bëj atë përpjekjen e dialogut. Se tani është ajo pjesa se kshu ecën në Amerika, e do me të mirë apo me easy way apo hard way, do me të butë apo me tegër. Tani është janë te pjesa me të butë. Tani i pari në dyert mbyllura është Trumpi që po e bën këtë përpjekje. Pastaj mbas këtij do kalojnë të gjithë liderat një nga një të NATO-s. Në mënyrë, sepse kjo është dhe kështu lëvizje psikologjike, në mënyrë që Erdogani të fillojë të ndihet komod, të ndihet i konsiderueshëm. Momenti i narkozës, i fusin avash avash, të vepër gjumë, po. Jam dakord me çfarë thoni ju. Kaloj çik delir, pse kaq i papam jam unë sa që un blodh i pari planetit, erdhën forcat e NATO-s, liderat, generalet këtu. Dimu Edi Rama këtu. Sidomos Edi Rama ky që ka premisa të bëhet me atletet bardha, që është ka ato paracakuar si po thoshin atij që ishte kandidat ky që të bëhej kreu i kryesekretari i NATO-s. Të zëvendësonte atë gjatin tjetër. Se i duan gjatë ata kreret e NATO-s. I kanë qenë këto. Edhe që të shofi raketat nga vin, Po, të jenë kështu situatën kontroll.
Pastaj do kanë këto lidera, do ndihet komod, ai do joshet atje, sepse luajn dhe me atë efektin psikologjik, të ndihet kështu rehat ky, të ndihet vërtet gjel i asaj zonës atje, që quhet Azia e vogël. Edhe thot, po, okay, në rregull, do bashkohem me ju ti bim Rusisë. Këtë duan të dëgjojnë ata. Do e thot ky. Do e thot. Do e thot, po jo komplet kështu drejt për drejt. Do të thënë se ky shiko, si dhël për që është, ky t'jep një përgjigje që lën vend për interpretim. Do të thënë që do ju mbështes dhe ju, po do e bëj edhe një lëvizje pro atyreve që të duket sikur jam me ata, po që edhe kjo ju pëlqen dhe juve, po do thonë ata bëj edhe këtë. Do të thonë ai është aq i frikshëm se mund t'i fusin loj të dy. Gjithë, Ti po pam të them. Erdoani. Po e shikon kështu ai që ka, ai është kalbur komplet nga mrena, Do të thonë ata edhe sikur mos ta eliminojnë. Ai është drejt asajt. Pse atje ka dhe aparatura të frikshme Turqia. Prandaj po mbahet akoma gjallë ai, sepse ai është komplet i kalbur nga të dy anët këtu brenda në trup. Ka kancer këtë të gradës së lartë ai, nga ajo që shpërndahet shpejt. Edhe po e kufizojnë vetëm me këto aparatura që ka Turqia, se kanë arritje goxha ato nga ana mjekësore. Po. Mirë, po koha nuk i premton këtyreve. Duhet që këtyre të këqijve, duhet eci plani. Ta vrasi para se të vdesë vetu. Dhe ka për t'ja lëpshu pastaj një kështu, do jetë në një moment që ky do jetë duke bërë një vizitë atje në Shishi, po si shkon detaje tani vllai, Si më para the jo në avion, jo do e vrasin këtu, jo në aty. Po në avion, vizitë me avion që do jetë duke shkuar për në Iran, rrugës në Iran. Po kur të jetë në territorin ajror të Sirisë për të shkuar në Iran, diku aty do i krijojë një aksident. Jo, po pati defekt avioni sepse kishte ai tubi që i lëshoi atë gazin aty dhe u përzie me atë naftën atje dhe pati atë qarkun e shkurtër. Sa jojnë burr. Tani justifikime që përdor Aleksi që do të përdoren më vonë, ndoshta ajo këtë që thot Aleksi, si mos thillin jo ka naftë, s'ka naftë, jo tubi. Pra po thot diçka se si do justifikohet gjë, ngjarja se si do të ndodhë. Por do të ketë një atentat, pra do të vritet në një formë mënyrë me demek si aksident, domethënë, si diçka kështu ndodhi diçka. Por në avion, do të jetë në avion. Në avion aty ta shpërthejnë në ajër, aty që mos ketë mundësi të zbresë. Pra me Erdoanin do të vriten edhe të tjerë, do të vdesin edhe të tjerë aty te ky avion. Ata që do e shoqërojnë, do ketë ministrat e mrena ai. Për gjithë ata që shoqërojnë Erdoanin ose do t'ju vi mundësia, nëse jeni duke na ndjek ose keni dashamirë të atyre njerëzve andej që do t'i bie lapsi për shoqëruar Erdoanin nga ky moment deri mbrapa, mos shkoni se e keni për ta hëngë. Po tani bëmi edhe një kështu për është bombë lëvizshme ai. Kush i afrohet mund të ta posoj një lloj me atë. Tani kjo është një mundësi, se tani kanë nxjerrë dhe një skic tjetër, janë ca skicograf të famshëm atje në Amerikë dhe e kishin paraqitur sikur e kishte zënë korrenti në banjer tani, imagjino, e kisha mush vaskan ai aty dhe zuri korrenti aty mrena. Ka edhe kështu ata. Po sido që të jetë, do e paraqesin si eliminimin e tij do e paraqesin si aksident. Tani e tutje sa herë që dëgjoni termin aksident, kuptoni se ishte i qëllimshëm ai veprim. S'ka aksidente. Kupton dhe kush avioni i presidentit të Turqisë i doli aksident do thonë këtë, se do e paraqesin kështu sikur u përplas me një pelekan aty edhe u futet turbina. Në kështu. Aksident ajror. Do jetë qëllimshëm se si duket, ai s'ka për t'i bërë gjë Iranit. Madje kur ti duke bërë atë udhëtimin do jetë për të patur një marrëveshje me ato liderat iranian aty. Edhe kjo është që do ja cakojnë ata. Pra ato do ta vrasin para se të shkojë atje. Po. Që mos të arrin kanë ato dialogje të afër. Okej, e eliminuan, e vran Erdoanin. Ç'a ndodh pastaj? Ktu është ajo pastaj që është më e frikshme për gjithë botën. Ç'a ndodh pastaj? Eliminimi i Erdoganit do shoqërohet me një shenjë të dytë, se ne kemi thënë. Unë kam lexuar nga profecitë. Për të konfirmuar që do jemi në prag të luftës së tretë, që quhet Armagedon, do ndodhin dy gjëra. Patjetër, eliminimi i Erdoganit që do shoqërohet me goditjen e centralit bërthamor të Iranit. Këto të dyja shenjat që na tregojnë që do jemi në prag të luftës së tretë, këto shkojnë pako të dyja bashkë, të dyja do konfirmojnë njëra tjetrën, por nuk ndodhi njëra, s'ka për ndodhur as tjetra. Do ndodhin të dyja bashkë me çështje kohore shumë afër me njëra tjetrën. Kjo do jetë sinjali për gjithë botën, për ata që i kanë studiuar të profecitë, që jemi në prag të luftës së tretë.
punë muajsh, nga momenti që do eliminohet Erdogani, do jetë punë muajsh që të kalojmë direkt të fuqishëm në fazën e përfundimtare të luftës së tretë. Aty do bëhet shumë serioze situata pastaj. Tani para se të kalojmë ke kjo Alex, se aty dalim një pjesë të tjetër të temës dhe zhvillimit. Do lidhet edhe me krizën ekonomike që pritet të ndodhi muajin tjetër. Domethënë muajin tjetër do kemi surpriza. Cili muaj tjetër? Ngusht. Si të kemi hyrë korrik, kemi data 8 sot. 8 korrik sot. Nga mesi i këtij muaji apo nga muaji tjetër? Për ta rumbullakosur që mos fillojnë të bëjmë sukur ashtu, brenda kësaj dhere do kemi goxha surpriza gjeopolitike, ka përndryshuar historinë e botës. Kjo verë të tipit? Këto vendime që do merren, këto eliminime, pra kjo është vendimtare thu për botën, ky samiti është kaq i rëndësishëm është ky samiti në Ankara? Po, la shumë te i rëndësishëm. Kjo që po ndodh, që apo ndodh aktualisht në momentin që jemi duke folur, do varet fati i botës komplet. Sepse siç e kena theksu nuk e di sa të vëmendshëm keni qenë, po nuk u eliminua, përsëris për herë 70, po nuk u eliminua Erdogani, lufta e tretë nuk ndodh. Harrojeni. Le të jetë majt. Pra Erdogani po e mban botën deri më tani, ai po e mban botën që mos ndodhi lufta e tretë botërore? Fiks. Domethënë do thoni ju si ka mundësi, si ka mundësi. Si komplet pa dashje për atij personi nuk po ecën ajo plani këtyre. Po plani tyre. Ka ngecë të ky Erdogani. Po, prandaj duan tani që të bëhet ky samiti këtu, dhe thon shoku me cilin krah je na thuaj. Më ky kur e di, Erdogani di këtë gjë që po këto skenat gjërat edhe është koshient që ky po e pengon luftën e tretë botërore? Është vetëdijshëm Erdogani për këtë apo? Jo, ky nuk e di kaq shabllon siç po e themin edhe. Pse pranon ky vëllai të bëhet samiti i NATO-s atje për shembull? Po ky di këtë tjetrën që domethënë pa opozicionuar ky gjërat ngecen. Po do ketë kosto jetën e tij.